Dashi, merrini gjërat sa më shtuar sot dhe mos kërkoni me ngun vëmendje nga të tjerët. Ju të dashuruarit do keni planetet kundër gjithë kësaj dite, prandaj bëni të pamundurën për të ruajtur qetësinë dhe qëndrueshmërinë. Nëse provokoni zënka me partnerin, konflikti mund të nisë edhe prej detajeve të vogla. Ju beqarët do përjetoni ndjesi të forta atëherë kur nuk do e prisni. Dikush i njohur prej vitesh mund t'ju bëjë propozimin më të bukur që keni menduar. Në punë do dini të bindni të tjerët dhe pikpamjet që keni do respektohen. Mund të pranoni përgjegjësi të reja pa frikë. Perspektivat financiare nuk do jenë shumë të mira, kështu që mos guxoni të bëni investime. Demi, sot do jeni të gatshëm të bëni çdo gjë që dëshironi dhe madje të përballeni me këto për të arritur majën. Për ju që keni një lidhje, dita do jetë plot bashkëpunim. Nëse punoni në të njëjtën kompani apo keni profesion të njëjtë, do bëni pak garë me njëri tjetrin, por mbrëmjen do e kaloni në harmoni. Ju beqarët do keni një takim që do ju lërë me gojë hapur dhe do kërkoni me çdo kusht të krijoni një lidhje. Në punë do jeni të përgjegjshëm, diplomat dhe të kujdesshëm. Qëllimet tuaja do realizohen me çdo kusht. Në planin financiar do merrni masa të duhur dhe gjendja do normalizohet, madje mund të krijoni edhe pak kursime. Binjakëv, mundohuni të mos shkputeni asnjë moment nga realiteti sot dhe mos nxitoni për asgjë. Mos lejoni entuziazmin t'ju përfshi pa menduar mirë. Nëse keni një lidhje, do dëshironi të kaloni shumë kohë me partnerin dhe mund të lëndoni partnerin nëse i lini obligimet personale pas dore. Ju beqarët do e keni të vështirë të gjeni ditë që ju përshtatet plotësisht, ndaj më mirë qëndroni në pritje. Në punë do jeni shumë të zënë dhe ndonjëherë do ju duket sikur do humbisni frymën, por durimi do shpërblehet. Në planin financiar mund të prisni edhe surpriza të pakëndshme. Shmangni blerjet impulsive dhe menaxhoni me kujdes çfarë keni. Daforia. Mundohuni të shmangni sa më shumë divergjencat për gjërat e kota sot, sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Nëse jeni në një lidhje, qëndroni më gjatë pranë partnerit dhe flisni hapur për çdo shqetësim. Vetëm kështu marrëdhënia do përmirësohet. Ju beqarët jo vetëm që do keni takime, por do keni mundësi për një lidhje të qëndrueshme dhe të ekuilibruar. Në punë, planetet do ju inkurajojnë të bëni përpjekje shtesë për t'u paraqitur fitimtar, ndaj mos dorëzoheni lehtësisht. Në planin financiar gjërat nuk do jenë shumë të lira. Bëni kursime dhe planifikoni shpenzimet për të mos pasur probleme gjatë ditëve në vijim. Luani, do jeni shumë të arsyeshëm gjatë kësaj dite. Dielli do ju ndriçojë çdo mendim e do ju tregojë rrugën. Për ju të dashuruarit, e sotmja do jetë e bukur dhe e mbushur me momente të lumtura. Bashkëpunimi me partnerin do ngrihet në nivele të reja dhe do ndiheni të përkrahur në çdo hap. Ju beqarët nuk do keni dëshirë të sakrifikoni hirin, ndaj do refuzoni ftesa të shumta që do ju bëhen. Në punë do jeni shumë profesionist dhe gjërat nuk do ju dalin jashtë kontrollit. Do dini saktësisht çfarë hapash të hidhni për të siguruar të nesërmen. Në planin financiar do ju jepen mundësi të mira për të përmirësuar dhe mund të hiqni edhe pak para më njëm. Virgjëresha. Gjatë kësaj dite do dini të shprehni hapur atë që ndjeni dhe marrëdhënia me të tjerët do përmirësohet ndjeshëm. Ju të dashuruarit do jeni tepër të përkujdesur për partnerin dhe ai do e vlerësojë çdo gjë që bëni. Buzëqeshja nuk do ju largohet asnjë çast. Ju beqarët mund të lodheni pak duke kërkuar partnerin e duhur, por në fund do e gjeni dik ideal. Në punë konkurenca do jetë e fortë, por kjo nuk duhet t'ju trem. Durimi dhe përkushtimi ju mbajnë në avantazh. Me buxhetin bëni kujdes, planifikojeni mirë çdo shpenzim që të mos keni tronditje financiare në ditët që vijnë. Peshorja. Gjatë kësaj dite do jeni gjenial dhe të paveçëm. Çdo gjë që keni dashur do mund ta arrini pa shumë mundim. Fale Venusit, marrëdhënia juaj në çift nuk do jetë as pak e trishtuar, përkundrazi, surprizat e ëmbla nuk do mungojnë. Në shumë momente zemra do ju rah aq fort sa të ndjeni sikur jeni në qiell. Ju beqarët, megjithse do bëni përpjekje për të gjetur personin e duhur, yjet nuk do i keni plotësisht në krah. Më mirë prisni edhe pak, mos nxitoni para kohe. Në punë mund të nisni një projekt të ri, me ide inovative e origjinale që do të tërheqin vëmendjen e shefave. Ata po ju ndjekin me kujdes dhe shumë shpejt do ju propozojnë detyra të reja. Buxhetin do dini ta menaxhoni siç duhet, ndaj asnjë surprizë negative nuk do ju dalë në këtë sektor. Akrepi. Merkuri dhe Venusi do ju mbështesin gjatë kësaj dite, ndërsa mençuria juaj do bëjë punën e vet. Çdo gjë do ju ecë për mrekulli. Ju që keni një lidhje do e forconi akoma më shumë. Komunikimin me partnerin, veçanërisht pas periudhës së vështirë që sapo kaluat.
Për beqarët, flirtimet e shumta nuk do të çojnë drejt lidhjes afatgjatë. Ka ardhur koha t'i zgjidhni prioritetet. Në punë duhet të organizoheni mirë dhe të mos lejoni që kolegët ziliqar t'u aprishin planet. Në planin financiar do t'ju duhet të tregojeni shumë të matur dhe të mos lejoni shpenzimet e tepruara, kështu që çdo qindark që do keni me duar ta shpenzoni me kujdes. Shigjetari, mendoni të mos provokoni sot dhe mos nxitoni me vendime, pasi gjërat nuk do I keni plotësisht në dorë. Ju që keni një lidhje do përjetoni intensitet të shtuar emocional, zemra do ju ra fort e buzëqeshja nuk do ju largohet. Beqarët do kenë mundësi të shumta për takime, por duhet të prisni pak para se të vendosni për ndonjë hap më serioz. Në punë do jeni të motivuar dhe çdo përpjekje do jap fritet e merituara. Njerëzit do mbeten të manitur nga kompetenca juaj. Merkuri e Urani do sjellin ekuilibër tek financat, kështu që çdo gjë do shkojë më mirë se më parë, por pa nxitim. Investoni vetëm nëse jeni të sigurt. Briqati, sot do mendoni më seriozisht dhe nuk do kërkoni asgjë të pamundur. Ju që keni një lidhje do zbuloni se komunikimi I hapur është qelësi I harmonisë. Fjalët e sinqerta do zbusin çdo tension. Beqarët duhet të reflektojnë mirë para se t'i përgjigjen ftesave, sepse mund të gabojnë dhe të vuajnë. Në punë do tregojeni tepër të vëmendshëm dhe nuk të lini keqaskur ndonjë detaj, kështu do arrini lehtësisht qëllimet tuaja. Buxhetin do dini ta menaxhoni me maturi, prandaj edhe pse situata edhe më parë ka qenë e vështirë, sot do e përforconi ekuilibrin dhe do shmangni gabimet. Ujori, gjatë kësaj dite do ju mbizotërojë një nevojë e madhe për liri dhe pavarësi. Nëse jeni në një lidhje, Saturni do sjellë një sër provash që e testojnë besnikërinë tuaj. Syt larg çdo dyshimi, pasi xhelozia mund të çojë në debate të kota. Beqarët duhet të mos nxitohen, sepse mund ta humbasim ndonjë mundësi të mirë. Besoni se fati do kthehet për ju në momentin e duhur. Në punë do jeni frymëzues dhe kolegët do I keni përkrahas e jo rival. Kjo do ju lehtësojë çdo detyrë. Shpenzimet nuk duhet t'i kufizoni totalisht, pasi fati I financave do jetë I favorshëm, por maturia do ju mbrojë nga situatat e papritura. Peshqit, Marsi do krijojë tension sot, ndaj mos nxitoni teksa vendosni për problemet e zemrës. Nëse keni një lidhje, konfliktet e vogla mund të lindin nga ndonjë fjalë e pamatur. Keni kujdes në çdo moment. Beqarët do keni disa takime, por askush nuk do ju duket I përshtatshëm për një marrëdhënie serioze. Në punë do jeni të aftë të tregoni vlera të mëdha, por mos e lini entuziazmin të kalojë pragun e dobishëm. Mbajini ide të shtruar derisa të fitoni mbështetjen e duhur. Sektori financiar do kërkojë vëmendje maksimale. Shmangni çdo shpenzim të tepruar në mënyrë që situata mos dobësohet papritur.